Se dia keni pak këtë veprimin që bëri Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ndaj Melonit, kryeministres Italisë, një gjest nuk e di, komentojeni vetë, shikojeni pak dhe më thoni pak si e mendoni ju këtë. Ja, pra vjen zonja, ky ulet në gjunjë, i ulet në gjunjë si burrat, i lutet se për çfarë i lutet se di, dhe pastaj kemi një përqafim të përzemërt me disa centimetra diferencë. Tani, pyetja është e thjeshtë, një pyetje e thjeshtë. Kush po i ulet në gjunjë kujt dhe kush po i lutet kujt? Rama Melonit personalisht apo Shqipëria e Italisë? Nëse do ishte Shqipëria e Italisë, hajde edhe mund ta pranojmë se jemi vend më i vogël edhe i lutemi edhe i përgjërohemi edhe po diun se jemi mësuar ne të jemi inferior ndaj vendeve më të mëdha. Por nëse i ulet në gjunjë Rama Melonit, do ishte dramë vërtet, se imagjino Rama ka fituar 82 mandate tash, ti ulet në gjunjë Melonit që ka fituar krejt thjesht. Ka fituar shumë pak kur bëri zgjedhjet. Kështu që nuk e di tash si e komentoni ju këtë gjë.